Me një iPad thjesht ose telefon, po duhet t'ja u demonstroj forma se si funksionon nga qytetarët dhe nga çdo shtëpi në kryeqytet. Duhet t'i qaseni me linkun mbeturinat.com, hapet platforma, dhe në platformë është slogani mobilet vjetra, frigoriferi prishur, vini marrim ne, paraqit kërkesën. Gjatë paraqitjes kërkesës duhet të regjistrohet një numër i telefonit, për bëj një praktik shtët edhe unë këtu, emri, mbi emri, adresa, rruga ku banon, Bajram. Pastaj, tjetra është, duhet të bëni një fotografi të mbeturinave, të faturës së mbeturinave, që i dërgojmë. Kjo zakonisht për ato familje që nuk ju ka arritur fatura e pastrimit në shtëpi, mund ta gjejnë te e-Kosova, t'hyjnë dhe ta fotografojnë nga telefoni apo tableti që e ka. Pas aksionit 488 i cili është realizuar nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, në bashkëpunim me ndërmarrjet publike dhe operatorët e kontraktuar, kemi arritur të pastrojmë rreth 90% të lokacioneve urbane nga mbeturinat vëllimore rreth kontinierëve në zonën urbane në kryeqytet. Për një periudhë mbi 2 mujore, për shkak të mbylljes së deponisë për dërgimin e mbeturinave vëllimore inerte nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit, ofrimi i këtyre shërbimeve ka qenë i pamundur. Nga tani, qytetarët e Prishtinës mund të kërkojnë largimin e mbeturinave vëllimore nga shtëpitë e tyre përmes platformës digjitale mbeturinat.com.